e ke përmen fituesin e Big Brotherit, Drilonit. E di që pa të lyp kështu fair në emision. Qa ndodhe? A më kallëzën vesh kur du me ditë, atë ka pranu për më rejnë nga jo? A i ka folë diçka më duket me vloga diçka që bën, po okej, unë jem kësaj dhe jem që të salë. Do me thonë Ali se pas ka morë guximi se me femna këgja shumë për shumë që e ka morë atë guximin në rrjetet sociale, po nuk e kom pas shumë ndeshje me Serbë. Dhe më thonë, prej kërë më konë një vëgël, edhe e moj men që një Serbë ka pas tam një villash. Unë jam Patrik Dorami, mera me boks që 15 vjetë, njerë si hobi, tani profesion e pasion. Unë e di që veç sa e këthy prej një ndeshje që ke pas në Vjenë. Qysh shkoj atje komplet kjo pjesa e rrugtimit si bokser atje dhe qysh të pretë në fakt në ring, kur dole? Po, është në boksin profesionisht është meqi i parë që e kom bo, që me ka bërë ftesën një shpëtimi për me urrejt në boks profesionist dhe përgatitit një shku shumë mirë, përgatitit kom pas në Hamburg, pastaj kom u thu në Vjenë. Mirëkëpitja ka qenë super, ka qenë shumë nivel, edhe boksi ka qenë i mirë. E di që shpesh herë, për shembull, sidomos sportistat, përballën me ato hajcit e kiqit punë dhe desh ato, domethënë ai shumë veç produktin final, çasoj punës t'ju që e bëni. Sa ju merr kohë që për mu përgatit? Domethënë mu përgatit për një ndeshje profi, do 2 muaj, nëse ka për shembull më shumë runda ose na shkon deri në 3 muaj. Në 3 muaj ditë vetëm përgatitje, lodhje, sakrificë, domethënë të natë. Nuk është vetëm për shembull ushtrimet, po do me fokusu edhe në sene tjera, domethënë në ushqim, në ushtrimet fizike edhe tjera. E di që për çdo vjet sa jetu merr me boks, qysh prej moshës 10 vjeçare. I ke pas 300 ndeshje, kështu po them shkurtimisht. A ka pas në moment ku je demoralizu i me thonë nuk është të funksionu në Kosovë boksi që duhet edhe pela kejtë si sport? Jo, nuk u morë deri në atë pikë. Domethënë gjithë kom prit diçka që domethënë hala është vetëm fillimi. Hala edhe kom pas motiv domethënë edhe prej rrethit tem, prej shokëve, shoqënisë tem, edhe domethënë motiv edhe prej trajnerit tem, besimit, domethënë që u kanë domethënë shtylla e dytë mas familjes tem. E di që në një intervistë e ke përmen fituesin e Big Brotherit, Drilonit. E di që pa të lyp kështu fair në emision. Qa ndodhe? A më kallëzën vesh kur du me ditë, atë ka pranu për më rejnë nga jo? Domethënë jo, po u bo pak edhe Driloni është djalë, domethënë është bokser i mirë, sportist i mirë, edhe i kom thonë, domethënë i kom lyp, po tash është e tina. Ai ka folë diçka më duket me vloga diçka që bën, po okej, unë jem kësaj dhe jem që të salë. Do me thonë Ali se pas ka morë guximi se me femna këgja shumë për shumë që e ka morë atë guximin në rrjetet sociale, po nuk e di, përbes, nështë i vjen edhe asaj kohë, djalë është u prit, domethënë, edhe unë jem kësaj dhe jam. E di që në boks kemu përballë me lloj bokserit, qoftë nacionalitete ndryshme. Po emrin që shepate dhe Patriot. Momentin që keme pas një ndeshje me një bokser që është i Serbisë. A keme nëzirë këtë patriotizmin të në mbrana ringut, që kjo është të më interesu? Kom pas shumë ndeshje me Serbë. Prej kërë më konë një vëgël, edhe e moj men që një Serbë ka pas tam një villash. Edhe ato e kom ujtë, edhe kretë bokserat më të mirë dhe Serbisë, unë i kom unë. Nuk është vesh njohë, ka pas në 6 boksera serbë, unë i kom ujtë. Tash e dim që jetë tepër i angazhuar dhe jetu shtu këgja fort, sidomos në boks. Ku kena me të po, cilin ring kena me të po kohëve të fundit tash që i ki, domethënë, para shumë folëm edhe para intervistës, kallëzove pak që në qeshur. Po, mas qeshurit,
A keni caktu nga i datë, se zakonisht në duhet shkoj me data këtu Normal, po. në boks? Po. Po tash ma shumë jam fokusu në boksin profesionist. Tash e kam garat qershor, do më thonë halen nuk është sigurt. Po ma shumë do më thonë është që në qershor, në korrekt do më thonë me 30 korrekt në pej, në 7 orë në Vjenë, besoj edhe në 10 orë në Hamburg. Do më thonë të i zonën për që të vitë këgja shumë në për ring, kështu që i shola veç 8 mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kalzova, kur t'jeme nga një për atyne, në zërat patriotizmin të Gjithësisht.